Në mbar. Barpaq. Këtu domate që ka shumë e mirë. Sa sipërfaqe gjithsej këtu? 2 hektar. 2 hektar? Po. Ke ditë që ke fillu vjelin? Vjele 2 sot. Vjele 2. Vjele 2. Se pas punëtorët atje që ti merr kryesisht të zonës. Po. Kjo domate që ka pasër, kryesisht kjo ikën eksport, ë? Po. Të është quhet Omega, e shelulatis. Ekstra. Shifin si sot. Kryesisht më the që luli tomato ale çon gjithë për Gjermani në deri në supermarketet kryesore të Europës, janë Lidl-i, më the. Çdo gjë është e kontrolluar, është pa mbetje, pa Shumë. Sepse është super tomate. Kosto më era dhe se toj mua dhe ja, si që këpute? Direkt, na. Shumë mirë. Unë duroj atëherë një sezon bar, ty dhe edhe gjithë bashkëpunëtorëve tuaj. Që nga Tomatoal, që nga Agrokoni, e të gjithë tjerë dhe ushtofshin sa më shumë si puna jote, njerëz punëtor real, jo punëtor vetëm me letra. Duroj gjithë mirat. Shifet që prodhimi pastër. Ky është një realitet, nuk është reklam.